Selam aleikum hoxh, Zotit të rujt. A mund të hymë në xhennet nëse nuk falemi? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Xhenneti është në dorë të Allahut të lartësuar. I madhi Zot fut në xhennet kënd të doj prej robërve të tij. Por duhet ta dish që falja namazit është prej 5 shtyllave të Islamit. Është shtylla e dytë e Islamit. Shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Falja namazit është shkak për të fituar xhennetin. A e do xhennetin? Fale namazin. Falenderon Zotin e gjithësisë. Është lidhje direkt me të madhin Zot. Allahu i lartësuar në mbi 72 ajete në Kur'an porosit për faljen e namazit. Prandaj fale namazin. Kush i fal 5 vaktet e namazit, i premtohet atij xhenneti. Porosia e fundit që kalon Muhamedi alayhis salam, ndër porositë e fundit ka qenë falja e namazit. Prandaj vëlla dhe motër, fale namazin. Puna e parë për cilën do të pyetemi në botën tjetër është falja e namazit. Nëse kalon me sukses kjo pyetje, atëherë lehtë janë gjërat tjera. Prandaj fale namazin dhe ta lutim Allahun e lartësuar që të na mundësoj xhennetin.